Shikues të nderuar, asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takohemi edhe sonte në emisionin Ta njohim të vërtetën me profesor doktor Shefqet Krasniqi. Do të jemi së bashku pra deri në orën 22. Pyetjet juaja presmi përmes linjës telefonike në numrin 046220022. Ndërkësh ne përveç që jemi live në RTI, jemi edhe në faqen zyrtare të Hoxhës në Facebook doktor Shefqet Krasniqi. Asalamu alaikum iseve. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Atëherë derisa të kemi telefonatën e parë, po lexojmë një pyetje ku thotë selam aleikum, gruaja ime nuk kujdeset fare për veten e saj, për dukjen e saj e gjërat e tjera. E kam këshilluar mirë, po ajo ende vazhdon kështu, saqë kam marrë deri tek një pikë dhe kam filluar të mos kem ndjenja më për ta. Për shkak të kësaj situate kam bërë gabime dhe kam tradhtuar gruan, si dhe kam goditur kur jam bërë nervoz. Pyetja ime është në këtë rast nga ana fetare. A ka edhe ajo përgjegjësi në këtë situatë pasi që sjellja e saj më ka çuar mua deri në këtë gjendje? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e falenderojmë, të dashurit e tij salavat e dërgojmë, po ashtu edhe familjes së tij shumë të respektuar, e shokëve të tij të nderuar dhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimaneve të cilët rrugën e tij burrë të madhe kanë ndjekur dhe kanë pasuar. Pastaj, gruaja duhet ta ketë parasysh, duhet ta ketë bindje dhe ta ketë synim dhe kur mos ta heq prej mendjes se respekti i burrit për të është nishi. Është nishi dhe nishi mbetet. Deri ta përcjell për ahiret nëse burri ka e gjallë para gruas. Është nishi në raportet me njerëz në tokë gjithmonë. Sepse burri vjen para Allahut. Po në tokë po flasim. Për ata nëse vullneti, kërkesa, dëshira e babës edhe burrit bin kundërshtim me zveti, dhe gruaja nuk din kanë mengua babën a burrin, nuk ka të drejtë dy herë më kujtu. Burrin të mengu. Burrin të mengu. Gruaja ka hak të madh ndaj burrit. Është vetmi person për të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Law kuntu amran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Me pas urdhëruar dikant me i ra dikujt në sejdë me ju përul, do ta kisha urdhëruar gruan me ju përul burrit. Tha ndryshe, gruaja e cila është nisër për në xhenet, e që janë motrat besimtare, le ta dinë se rruga e xhenetit kështu dhe ashtu është të rëndë, nuk është e lehtë, por me mos respektin e burrit, asaj vështirësohet shumë rruga për xhenet. E si mos të vështirësohet rruga për xhenet, kur kënaqësia e Zotit është me kënaqësinë e burrit ndaj gruas së tij, dhe hidhrimi i Zotit është me hidhrimin e burrit ndaj gruas së tij. Si mos të vështirësohet rruga për xhenet, kur sa ajo grua, e cila ka lënë një natë, dhe burri është i hidhruar ndaj saj, atë çka ndodh, e mallkojnë me laçet deri në sabah. Tan natën e mallkojnë me laçet. E me laçet e mallkojnë dikend çka Zoti është i hidhruar në te. Sepse ato nuk veprojnë sipas tekave të tyre. Ve yef'aluna ma yu'marun, la ya'suna Allah ma amarahum. Ato nuk e kundërshtojnë urdhën e Allahut dhe veprojnë atë çka të thotë Zoti. Andaj do të mjetohet Zotit gruaja e cila nuk e ngan burrin. Do të me pasë hidhrimin e Allahut, mallkimin e melaçeve. Tash, mos thot dikush po burri, ne nuk po flasim tash për burrin, se nuk është tema me fol haku i burrit ndaj gruas. Por pyetja ishte haku i gruas ndaj burrit, sepse gruaja nuk po i del hak është burrit. E pse e rën ajo? Pse i rën ajo grua burrit nëse nuk don me një për ta apo nuk i del hak është burrit? Pse e rën?
Se s'ka kush kanë. Pse se merr kërkush. Pse se man kërkush. Shumë herë. Shumë herë. Tani, pe synimeve të grus, dohet me qenë me bërë të lumë të qatë burë. Gruaja e cila nuk e ka synim, njëherë kënaqësinë e Zotit. Tani kënaqësinë e burrit, që se ka synim, mira i burë që është në shtëpi qatë gru. A i le të ketë qka do synim? Le të jetë sa do e vyshme, po edhe bukur, po edhe zoja, dhe. Se mos ta ketë synimin e saj, me bërë të lumtur qatë burë, që është nafak e tina, është kësmeti tina, është një qahi tina, është rëski tina, aje s'ka bukur që. Dhe për këtë burë, kë ka pas një nafak të keqë. Tani, burri hidhërohet në gru, me të drejt, pa të drejt. Gruaja do të më zbukuru burrit, e jo burrave të huaj. A shef që bën punë që vinë prap, antivlerat bëhen vlera, marrja, turpi bëhet vlerë. Më zbukuru burrave të huaj, me parime shariatike është marrë turp. Turpa marrë. Me parime fetare. Po edhe me parime traditave tona, është turp marrë. Marrë është. Për ata gratë tona, janë zbekuruar kur në shkuna për darsma, në për kanë gjeqe, në për mbledhi që kanë quajtur ashtu, mbledhi ku ka veç gra, janë zbekuru. Për nuk në zbekuru, e më gjvesh, kur dalin para burrave të huaj, zët më se perë. Ta shka ndodh, të shpija nuk i zbekurohet burrit kur, i rrinë më rralt, do shta dhe i bërtet, nuk i rrinë gati me kur gjë, dërsa kur del jashtë, veshet mirë, zbukurohet, parfymoset, dhe ju kesh njerëzve të tjerë, qoftë në punë, qoftë ku të tju. Në rregull është kjo puna? A në rregull kjo puna? Burri, kë ka bëjë gjëna, nuk diskutohet, të admitu të Allah, të madhëruar, më pëndu të Zotë. Nuk kemi një të lijuar fetarisht, me hynë gjëna, për shkak njërit me bëjë një haram. Sepse e rase vetën e haram, për çka të bëni drejtë për veti, ta gjetë që dopsi. Ty të ka gjetë të dopsi e morali që aty, të mos respekti gruas. Që qa bë drejtë? Dikuj në shkën një gjenë atje të paga ult. Për në administrat, për në institucion, privat apo shoqëror, dhe aty ka qarkullim shumë, ka para shumë. Për në një kompani, për në ku dhe qoftë. Dhe rroga vogël, paga vogël, e shtyn këte me bo haram, e që është me vjedh bosin, ose me marrë shveta korupciona. A shef që dhe për të drejqi? Të këtë dhe për të këtu në përmjet gruas, në moral, të këtë dhe për të këtu në përmjet pasionisë. Sepse s'po dalin parët, andaj, kërkohet dhe pasoni qoftë në mënyrë jo ligjore. Këto, gruaja nuk po tap hakën sa duhet, andaj, plotësoje këtë në mënyrë edhe jo ligjore. Haram kjo, haram kjo. Në kësë rast ky burr, me kanë burr, se kjo mashkull, me kanë burr, nëse ki fëmijë, dhimbet me lëshu gruaja, mos e lësho. Por merri tjetër. Merri tjetër. Po merri tjetër. Edhe tani ka mëse merr, mëse kallëzë pa marr. Kur të merrsh, tani thuj fisnike, unë kam marrë një gru. Dhe po të kallëzë që ajo veç po më kesh. Ajo veç po më kesh. Edhe kur çka jone, i gjon tishat më të mira, e më të bukura, dhe më për atë mua të dera. Se
ti më shtine, ti e mbane. Ti e prone punën, unë më shku marrë një gru tjetër. E që me këta dalim diku tjetër, mës ta bëjmë tim. Shumë raste. Shumë raste. Tash nuk mund të thime statistikë një 30-70-80%, për shumë raste. Pse burrat nuk i tutën Zotit? Pse burrat bojnë immoralitet në që quhet diçka tradhtie gruas, anë pse kjo është haram, para se më ka tradhtie gruas, haram. Po nuk thënë njerëzit ky bën haram, pa thënë tradhtie gruan. Mora haram bën Zotit. Në shumicën e rasteve janë dy elemente. Mos frika duhur ndaj Zotit, imani, gjithsesi, dhe sjellja e vrasht, jo e mirë, jo e duhur e gruas. Po ndryshe, gruaja nuk e plotson, por vetëm sa e largon për vetvetes të vet. A kjo nuk është e vetëdijshme që është të çu burrin dikon kurse në kthen më. Apo i dohet mundi madh nëse arrin me kthy. Është e vetëdijshme. Krejtje kthehet ku që ato që thashën në fillim, gruaja kur do të më pas parim, fundament, synim, qëllim kryesor, kënaqësinë e Zotit qiell pas kënaqësinë e burrit. Kaq. Kur e vendos ajo, rriset martohet. Përgatitet detën e vet. Pa martohet, pastaj fillon praktikut martohet, që synim kryesor me pas kënaqësinë e këtij burrit, nga ana psiqike, nga ana fiziologjike, nga çdo semre, me plotësua sa mundet, sa ka mundësi, gjasat e mëdha janë, që ky burr kur s'ka me tratu që atë kërë. Andaj pëndohet e Allahut, e atë Allah drejtoft atë gruaja Arabi. Po. Kemi telefonatën e radhës, personte, selam aleikum. Mirë mbrëma, selam aleikum. Mirë mbrëma, urdhëroni. Mas pari Allah ka bëll agjerimin, Amen. ty dhe hoxhës. Amen. A po dëgjoni? Po dëgjojmë, vazhdoni me pyetjen. E kam një vllau 15 vjet, edhe shumë po ka stres. Ka po sillet për të t'jem hin stres, së diçka puna. Po në rregull, do të merrni pas pak këshillën dhe Edhe përgjigjen. një pyetje tjetër e kam. Urdhëroni. 6 ditë e fundit shumë për mundën Ramazan në këtë vllaun, edhe 6 ditë e para shumë e kanë munduar. 6 ditë e para dhe 6 ditë e fundit. Po, Në rregull, faleminderit, ju përshëndesim. faleminderit. Selam aleikum. 15 vjet vllau, po ka stres. Pse? Të ka stres. Ngarkesë. Jo, pas. Ajo veç mund t'jetë ka problem shëndet, ose ka ndonjë sysha diçka, ose e mshefaj, se ka ndonjë lidhje të diku me ndonjë vajzë, dhe mshepi familjes. Pse mas të ka kallën aje qpis atë, i ka hip në sipër këtu në qafë, po dhe shpillaku e s'po më në sjela, apo ndonjë kompania madhe atje s'po në vjerë rretha? Njeri për çka bjen? Për çka bjen depresion? Për çka njeri ju stresohet? Kur ka frikë për diçkafet që ka më përballu me te, apo kur është të ballafaqe me diçka, po ka frikë s'po në del skajt. S'po më një del. S'po në provimeve, fakultetit, ose punë të ndryshme që ka një gjatë jetës ty, ose bizneset tjerë, ose borqe shumë e hallet dirë. Për ndryshë fëmija 15 vjetë stres, lejat më selit. Që në gjallë të frynë dikon, të e farhogje me i frynë, se sa në skakë. Këtë që ka, në kanë kanë ma mëti, këshëm kalëzu me herë tyben, kështë pas stres kë kur. Kur kë stres nuk kështë pas. Dhe na kur s'kem di që o stresi. E pas këna pas vakt, as të nga vetë kosh. Ka për shtagën, dil të lept atje, ka për veglin, dil ponash, ka të grunit, e ka lamuqi, ece, hede ponash gjallëna, ka për librën, mësa, edhe puna të tretë shumë sene, shumë ngarkesa, puna. Dhe pa punësia, krijan vakum, e kur është njeri në vakum, kur është i qetë, s'ka qëka i qetë, po kur është i bosh,
Po shvakon pa bo kur që, tani vinë një mendimet këshia janë dhe ja kënde runa zëtë edhe janë, po ka vakt më marë. Kaq. Se vallahi, kur është i angazhuar shumë, nuk ka kohë më marë mëndzis për të më bo akshëm, e më ra me fjetë, sepse din që nesër e për të puna tjetër, dhe me qënë 7 me lëshu lept, ose me shku në shkollë, ose me shku në fush, ose me shku me punu me janë gjinë dore babës e nanës 15 vjetë. Sa të dushna për botë, ka thmi që 15 vjetë del pënën a i tanë ditën, ose bët 2 punë e ngrati. Pënën shkanë në shkollë para dite, mazite shkanë pënën, apo nëse të kodër të në para dite që shkanë pënën, e bëni arartë plot, apo gjithë arartë dhe në 12, kthejet e shkanë pënën, kthejet e shpia, pas e shkanë në shkollë. Ka kohë që këmë ranë stres, a kur t'y bënë ka. Të ka ratë që kënë stres kur. Dhe tha 6 ditë e para dhe 6 ditë e fundit kanë mënu shumë. E kanë mënu? Kanë. Të Ramazanit, këtë djalin. Po që kanë mënu, është çështje normale, po. Dikën e mënojnë ma shumë, dikën ma pak, dikën e mënojnë ka pak agjerimi, dikën është normale, po do të ma agjeru. E ta nësër dhemë kryt ka këdhime pi kokra, dhe të para derisa të adaptohet trupi, sistemi nervore, sistemi tretjes e organizmi, dhe sa të mësohen me ndryshimin e gjumit, të ushqimit e tjere. Kjo është normale të shumë njerëz. Po. Atëherë kemi telefonatën e radhës, inkuadrojmë. Selam aleikum. Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Ka është tani pyetje për hoxhën? Po, nëni. Së po njetë shumë pak, po nështë ju po më dëgjoni. Ne po dëgjojmë shumë mirë, vetëm vazhdoni me pyetjen. Na sot e kemi kryer një mukabele, kështu me disa motra, po nuk i kemi bo sejgjdet e Kuranit. Ato, a duhet, e kam lutja që ka duhet, ne ka quaj motra, pa duhet i bojmë 14 sejgjde, apo veç me një sejgjde, që është bohën që tu, sa her duhet me i bo, më ullje më që, dhe më në ranë sejgjde, që të do është ta me ditë. Po pyetja është e qartë, faleminderit për telefonatën. Selam aleikum. Aleikum selam tullah. Aleikum selam, Allah i rujt. Elhamdulillah motër që jeni duke bërë Koranin hatme. Jo doht me ranë sejgjde, me bo sejgjde të tilave, sejgjde në lezimit Koranit, të i lezu. Kërë një bo më kabele, vjen të ajetë sejgjdes, më këthi pe kible Allahu Akbar, me bo sejgjde të tonë, pastaj me vazhdu lezimin e Koranit. Kështu që mësu se që ka lezu Koranin, këto e ka bëlshime, pa e din pse, na nuk e dina. Do shta e to që s'pë dini jo këta dio në lejse, më rëndësit ashtë kanë kalu ato më, nuk obligohen. Pastaj ato të shumit se lemave jenë sënnet, të këni Hanefi të vazhjib, po ka shkuaj punë tashma. Kanë kaluar ato. Vesh nëse keni mbetë në fund atje për shembull në gjuzën e fundit, edhe gjuzën e fundit është suratul Alaq, është në sejdë, atë më në maran të lezue, maran sejdë, që shë ullën, të lezu, nëse i pekibles vesh e lënë Koranën, edhe bjene Allahu Akbar, të të rihër subhanu Rabbi Ala, Allahu Akbar që është edhe njëse vazhdan me lezu Koranën. Tash, ka që s'ka nevoj kur gjë ma shumë, pra ato mi përserit nuk ka nevoj, kanë shkuar ato ma, s'ki nevoj. Inkuadrojmë telefonatën tjetër, alo? Përshëndetje. Përshëndetje. A jam të full me emisionin e... Po, jeni drejt për drejt, ordnani. Dirë tham ja u bo një pytje. Ordnani. Se kem të e bo një me gjlisë, që të me do shuke, me do meqë, po ke interesant pyetja Muhamedi alayhis salam kur e ka bo Mirajin prej Mekës me Xhdil Aqsa, është ka udhëtu me burak, po prej me Xhdil Aqsas në qiellin e 7 a ngrit me burak a ka udhëtu vetëm me Xhibrilin alayhis salam. Rregull, faleminderit për telefonatën, ju përshëndesim, selam aleikum. Allahu të rujt. Ka në hadith gjatë, që të hadith i Mirajit, është për hadith e më gjata. Ku pejgamberi alayhis salatu wassalam të regon që se ishte fjete, Gjibrili e qaje, hypen barake, shkun me në Mesjid e Aqsa, e lidhi barakin për një shtyllat, për një bende të lidha barakun, e fala 2 recate me të gjithë pejgamber të Allahut. E fala 2 recate me të gjithë pejgamber të Allahut dhe këjdu imam. Ndalja tina e imam është simbolik se kjo është më i madh i tyne. Kjo është më i ngritur i tyne, edhe ashtu është. Pastaj tha, me morë Xhibril dhe ngritëm lart në qiell. Kështu që baraki ka nejt poshtë, nuk është ku lart, por këmë Xhibrili ja ngritur lart në qiell përpjet.
dhe kanë rritë qiellin e parë, janë pyetur kush është me laqet e derës e qiellit, kush është tani dytet e tretet e kështu me radhë derisa ka shkuar te qiellin e 7, edhe mi qiellin e 7, atje ka pa xhenetin, ka pa xhehenemin, ka pa këtë, ka pa atë, ka fol me Allahun Azza wa Jall, pa ndërmjetësu se është bërë obligim namazi, është bërë farz obligim namazi në këtë udhtim, i ka pa njerëz në xhehenem të dënu lloj-lloje, pastaj të shku qiell ka pa disa pejgamber, pe Ademit qiellin e parë deri tek mbi qiellin e 7 Ibrahim alayhis salam e kështu me radhë. Pra, prej Mesjidul Aksas është ngritur pa braka me të poshtë, është ngritur në Xhebrailin lart në qiell. Kështu është hadithi në Bukhari, në Muslim dhe koleksione tjera. Kemi telefonatën tjetër, ala? Selamu alaikum. Aleikum selam. Po, ordoni. A më i avoni pyetje hoqës? Po, pa tjetër. Selam aleikum. Vetëm se na lexojnë në radio apo televizor dhe komunikojnë vetëm përmes telefonit. Po, apo ndëgjon ata? Po, po dëgjojmë shumë mirë, vetëm vazhdoni me pyetjen. Vetëm se na lexojnë në radio apo televizor dhe komunikojnë. O, krim rregull, Po, Po ndëgjomi po? po në rregull, po dëgjojmë, vazhdoni me pyetjen. Di pyetje e kam për hoxhën. Një ditë e pat një mision edhe tash me në vend atë ku thejke Davudi ka marrë 100 gra. Edhe tash e ka hajgara, e ka për një mese, tash për thëjnë gratë, hajde me një ka 10, 15, që deshta me, a u konë koha atere që u dashtë 100 gra se s'ka posa, a i sot tash është problemi marrë dhe 2, njësë për manjeri, ose 2, 3, 4. Dhe ishtë avishtë një sqarimi shkur, ta konë që ha umore ka po, me një mision e ka për një me hoxha. Unë ndryshë se hoxha është shumë i mire, falenderojmë dhe respektojmë. Pyetja tjetër? Tjetër s'kemi. Aha, në rregull, faleminderit, selam aleikum. Allah e trujt. Jo, ajo është për i me, nuk është për mahi. Ajo është për i me. Davud a.s. ka pas 99, e pastaj e ka marrë dhe një dhe ka bërë 100. Kur e ka bërë këtë 100-tën, Allahu pastaj e ka qëtë 2 melec me qërtu. Jo pse bërë 100, por formën që shë morë grune 100-tën. Po ashtu ka qenë Sulemani. Po këta janë në gjeneratat hershme, janë pejgamberët Zotit, të ruajtun për mkateve, për gjenoheve. Është shariat, ligje shariatiket më hershme. Andaj edhe dispozitat shariatike janë tjera, tek fete, tek legislacionet tjera shariatike që kanë qenë më herët, qiellore. Kështu që kjo është për kohën e vetë, në të zaman atje, dhe jo një është me besuar atë që ka ardhur me argumente, me transmitimet vërteta, e jo një është me besu. S'lodhën më shumë, ata pejgamber të Allahut. Ne nuk jemi sikur se të krishterët që fotët me akuzu pejgamber të Zotit. Keni kujdes. Të krishterët që fotët, fatkeqësisht, edhe i besojnë pejgamber të Zotit, edhe shkojnë i akuzojnë pastaj. Edhe i besojnë se pejgamber, pastaj shkojnë i akuzojnë. Tash imagjino ty, dhe kien dhjatën e vjetër, Nuh alayhis salam. Wadda. Imagjino. Met palegjik. Lut alayhis salam. Wadda. O pi. Dhe që ka boni zëra me qika të veta. Imagjino. Ne që na njerëz të thjesht, a mund t'ja të lerojmë ne vetë vetës, a? A mund t'ja të lerojmë ne vetë vetës tonë një veprim të tillë, dhe që ne nuk jep mbrojtën për harameve, për gjënave.
Ata janë pejgamber. Kështu që ne muslimanët dallojmë shumë prej popujve të mëhershëm që i besojnë pejgamber, që i besojnë Zotit edhe kitapeve, libra të çajtë pejgamberëve. Por ndërto që dallojmë tek ne muslimanët. Ajo që është në Koran, ajo që është me hadithe, ajo që është me argumente transmetime të sakta, ne nalim aty. A ka pak më herët shkurja me Borak pej Mekës në Kuds. 1 muaj ditë bën udhtim me shku. 1 muaj ditë me deve. Me shku. 1 muaj ditë me ardhë, 2 muaj. E ke përsa shkaj, sa që le mbyllë sytë. Pa ne musliman të besojmë. Sepse pejgamberin e besojmë. Sepse ai flet veç të vërtetën. Edhe transmetimet e tij na kanë ardhur të sakta. Andaj nuk e lidhëm në kryt për atë punë. Nga se ne i futëm këtu dhe shka të quhet gajb e msheft. Se kap truni jo në gjika jonë. Se kap. Se kurse ardhja Gjebrailit poshtë tokë në ngritja ti në lartë. Prej qiellit dynjas, me ardhë poshtë në tokë, është sa me ecë 500 vite. Edhe më në gjitë, 500 sa banën, 1000 vite. Për sa vjen me laqja, alla për mbyllë për hapësit e shë për para. Të në qështë në psheftat nga i bijat, që ne musliman të besojmë, që kemë besu pejgamberin për pa. E kemë besu për pa. E besojmë Gjibrilin, që ka zbrit Koranin për pa. Për besojmë Allahun për pa. Andaj, ne nuk lodhemi me thane qyshet e kësi. Kështu që këtu kanë qenë qështje të popët të mëhershëm, ndoke mos harro dhe një send, se pejgamber të Zotit kanë privilegje, ka gjëra që dallojnë prej popujve, prej popujve të tyne. Për shembull, pejgamberi jonë, pas e fjallat të martesa. Kur ka vdek pejgamberi jonë, sa graj ka pas, nuk është të msheft, kur është në lehtë të gjenë. Dhe në kam të cekur në surët e Lahzab, që kam përmovu tash, kam të cekur atë e pejgamberit, me biografi. Kur jenë martuar, ku kanë vdekur, që Allah kanë qenë më radhë dhe kështu më radhë. Pejgamberi Zotë, kur ka vdek, ka pas 9 gra, i ka lanë mas veti. Kjo është për te, për ju për ne. Ne kena haram. Muslimane se i bën 5, kejtë i bën haram tani më, të 5 tatë. Tani më kejtë i bën haram. S'ka drejt më shumë, se 4. E tani më në mania 2, kjo që është e personale, ato është kërkus për ndërhyn ato. Por, shariatikisht, nëse robi besimtari, i bën 2 gra, dhe i bën 3 gra, dhe i bën 4 gra, dhe i qëto, a ka hinë harama, s'ka hy, o burë, që tutët Zotit, nuk do më shkun gjenë, jo s'ka hy. Ta në sene tjera më drejtësia, mundësia, ekonomike, tjera, të sene tjera, po si numër. Po që se shtoj, hynë në haram, dhe i bo haram i bënë në të 4 të tjerat. Pra ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur është shpall pejgamber, dhe kur kanë zbrit dispozitat e fesë, në Medinë pastaj, ma shumë, me ke pak, ka pas arab që i kanë pasur 7 gra, 5, 6, 7, 8. Dhe ka urdhëru krejt ata që kanë pasur mbi 4 gra me ilshu. S'ki drejt. Nuk i drejt mi 4. E pejgamberi Zotë, pastaj kemi Korano. Fenkihu atabe me lëkëm nëse methna, o thëlatha o rëba. 2, 3, 4. Feni khiftë me la ta'dilu fa wahidatan. Nëse keni frikë s'mund të drejt, të marrni drejtësie, mikqyre, më kujdesi e tjera të herënja. Po pejgamberi pa të nanë. Specifika për te. Kështu që pejgamber të mëhershëm, Allah i madhruar i ka dalluar, ata janë të dashur të Zotit, janë të veçantë Zotit, janë njerëz të përzgjedhur të Allahut, dhe ne as që guxojna me menu keq për ta.
Dhe as që të lërojmë vetëm me nuk keq për ta. Tani dojmë shumë i dojmë. Nuk mund ta përshkruajmë dashurinë tonë se kemi ndaj tyne, po gjithë herë pejgamberin tonë më shumë. A më shumë e dojnë na Musan atë që fut. A më shumë e dojmë ne Isën atë krishterët. Ata do të krishteri Isën që se të nervozohet shkon në shan. Se të nervozohet shkon në shan. Kur ën zar e lut Isën. Jezusin. Tash, ama sinqert ama besnik jena na musliman dhe Isës, alayhi salam, ndaj Davudit, ndaj Musës, dhe tonë pejgamberëve apo të tjerët. Kështu që na musliman pejgamberët nuk i dallojmë. E pejgamberi sa s'kon, mos më dalloni mua për Yunus bin Metta. Yunus mos më dalloni mua, mos më dalloni. Na jena vllazën. La ilaha illallah. Islamu kë. Atëherë shkova për një shkputje të shkurtër për të ndjekur së bashku një blok marketingu dhe pastaj kthehemi në studio, çndroni me ne. Përse të kërkoni kur mund ta gjeni, ju presin mbi 300 makina të reja dhe okazion prej markave më të njohura. Albini Auto në Rrym Lang, Zyri, është partneri juaj i parë për makinën që ju dëshironi. Na vizitoni dhe befasoni me ofertat tona ose vizitoni webpaqen ton autovizalbini.ch. Albini Auto, ne e kemi çelësin e makinës së ëndrave tuaja. Vazhdojmë tutje me pjesën e dytë të emisionit ta njohim të vërtetën me profesor doktor Shevçet Krasniqin. Kemi një pyetje me SMS ku thot selam aleikum për ju dhe për hoxhën. Nëse një grua e ka ndruar xhinin, pra është babur, dhe me pas një kohë u shpendu për atë që ka bën dhe ka shku ka mësu Kur'anin hifz, pra u shpendu dhe ka mësuar shumë gjëra për fe. Në këtë rast, a lejohet ai të ju dal burrave si imam? Apo ajo. Tash ajo e bën të ai. Allahu na ruajt. Amin. Allahu na i lasht me atë në kry. Se insani me men kry, me men kokë, me bën një veprim të tillë, nuk e bën. Po kur të lojnë men, jetë pa men, e bën. E tanë me ka me lanë me të krejtni, me mos e pas men, nuk shkruan kalemi. Që jetë pa men, nuk shkruan kalemi. Dhe se shek është për të madhe. As dunjat, as në heret. Po problemet që me të pikan, po se fusin funksion, kjo është e me keqe. Tu veç e mire e kësaj krejt është, që Zotë është i mëshirshëm. Allah është i mëshirshëm, dhe Allah i madhruar e ka bo veti ligjë, të bareke o ta'ala, e që është pjesë e rahmetit tina. Se ai cili pëndohet për çfarë të veprimi që ka bërë, derisa të vinë kërham të vdekjes, apo derisa të lindë të diell nga perëndimi, i falen gjënahet. Por tash, e që me thonën, që të rësen për pas që saj. Pra le të bën sa do bdallakijaj, apo ajo. Le të bën sa do gjënoha aja, apo ajo. Pëndohet Allah sinqert, krye. Pëndohet Allahu me pendim të sinqert. Sepse është urdhër i Zotit, është caktim i Zotit, është vullnet i Zotit. Me falë robin e vetë, nësa i pëndohet. E kush i e të dhonë, që ndërhyn mes robit edhe me Zotit, mas me falë Zotit atë, kush i e të që ndërhyn dhonë, kush jemi ne? Andaj, e shef sa i mirë është Zotit me robët e tina. Pra ta Allah thot, qul ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafuru ar-rahim. Thuaj, o Rabb të mi, të cilët, o ju Rabb të mi të cilët, e këni të pru, këni ban ekstrem gjunahe, harame. Me gjithë numrin e madhë dhe llojin e shumt të gjunaheve, ju mos e dëshpëronin nga rahmeti i Zotit. Sepse Allah i fal të gjitha gjunahet, vërtet është ai i falës,
është falë dhe mëshirshëm. I falë nëse pendohet robi. Tani, kë apo kja, me gjithë bëdallakinë e madhe që ka bërë, haramin e madhe që ka bërë, shumë i madhe. Shumë i madhe. Ka dishtë Allah dhe është penduar, para se me vdik, sepse qëtyne që bëjnë se veprime, nëse nëzanë vdekja, unë e gjenazën nuk e kësha falë. Allah s'na pravoft, përse në vëtil, gjenazën nuk e kësha falë. Por, nëse kuptohet se është pendu, se kur kënë këtë rast, atëherë që shtash me lartë, kjo është mes ti, apo mes saj dhe mes Allahut. Dhe një nalëm tek vullneti Zotit, dërzohemi para vullnetit Zotit. Dhe gëzohemi plus, gëzohemi që o pendu. Tamam, kjo pjesa e parë. Pjesa e dytë, a bën me dalë ta shimën pas e kam mësu Koranin e tjerë, me dalë burra, jo nuk bën. Nuk bën, sepse kjo është gru. Edhe nëse ka dalë mjekra, apo të kondërte, nëse burë dhe ka marrë hormone gjenisë femërore dhe është bëfemen, e që ndodhë shumë më shumë. Ajo është burë, dhe të nërën hormonet sa të dënë. Njeri ose njeri. Për nga ana psikologjike. A është mashkull apo femën vetëm bazë anës fizike dhe fiziologjike, apo edhe nga ana mendore, psiqike? Bashk. Madje, ana psiqike, mendore, e jamun anës fizike, fiziologjike. Për faktin se e shef këtë rast, nëse arrin organet e veta gjenitale mi ndryshu për një gjeni, arrin, po arrin edhe trupin pjesërisht me ndryshu, apo ka gjashom, nuk arrin me ndryshu çështjen psiqike të brendshme dhe mendore. Çfarë ndjenja ka? Ndjenja të saj, po tash këtina janë të saj, femen është. Apo mashkull është ai nëse është po femen. Ndjenja, psikologjinë e vetë ka qatë gjeni që ka kriju Zoti. Pavarësisht sa anë fiziologjike ka ndryshuar. Dhe kjo është temel, kjo bazë, kjo është esencë. Andaj, nëse është bë pe i gruas në burr, ai mbetet grua. Dhe nuk ka të drejtë me i dalë burrave imam. Po mbi gjithë inshallah Zoti e fal veç. Pastaj do me telefonatën në radhës. Selam aleikum. Selam aleikum, a më ndëgjon? Po, e dëgjoj, më rëndoni. Kam një pyetje për hoxhën. Po? Hoxhë, jo më kohën smut me kancer, vitin e kaluar, edhe nuk kam mujt me agjëru Ramazanin. Ndërkohë e kemi pagu Ramazanin, po unë veç dashta me pyet, mos duhet prap me agjëru, se për shkak se unë prap jam jo mirë me shëndetin. Normalisht këtë muaj e kam agjëru, me ndihmën e Zotit, edhe mirë kam shku. Po ashtu do është edhe me pyet hoxhën, a ka mundësi që edhe mundet më kanë smundje prej mësyshit ose diçka këtu me smundjesh. Edhe po ashtu e kam vendosur mbulesën këto ditë dhe po ndihem shumë mirë, po ashtu do është edhe me lutë hoxhën me bani lutje për mua. Allah të rujti, doktor. I përshëndesim, selam aleikum. Allah të shëroft, me shërim të plot. E shpejt. Atë smunde që e ke pas dhe që e ki pjesërisht ta bëft spastrim e drejgje, grad të i madhe Zot, ty dhe familjes tonë. E pajto me caktim në Zotit, sigurisht se teve që ke pajtu, por me ta kujtu.
mundohu më knaqë me qenë qetë me caktimin e Zotit. Mos të harrojmë se lakmia për jetë është instinkt, por lakmia për xhenet është mbi lakmin për jetë, për neve muslimanëve. Dhe se nuk është e rëndësishme, parësore, sa jetojmë këtë dynja. Por e rëndësishme është që ta fitojmë kënaqësinë e Zotit, ta bëjmë punën për me shku në xhenet. Kjo është e rëndësishme. Kjo është vendimtare. E lumi, e cila e fiton kënaqësinë e Zotit. Në rini, apo në pjekuri, apo dhe në pleqëri, ati që jabë Zoti i jetë. Lumi. Andaj, sa të ri dhe të reja, i pjek Allahu herët, i spravon herët, që është një rini. Ma dje ka për tyre që spravon Zotë ende pa hinë moshën madhore, apo të hinë moshën madhore, të spravu Zotë. O e len jetim, apo jetime. Fëmija ma i madhë. Dhe i ka barë krejtë. Ta një vinë spravat e tjera. E smundje, fakarallako, e punë, të lashet, e tjere. Dhe me gjithë këto sprova, arrin të qëndrej besnik, o besnike, sabërlike, e sinqert, i devat shumë, i përkushtum me fitoknacinë e Zotit. Dhe e person që shapat e parë të jetës e ti, veç e fitoknacinë e Zotit. Tani jetë asaj e tanë, është lloj, që me thonë, është një dhërat, sa t'jabë Zoti me tu. Por, provimin e dha, e fitoknacinë e Zotit. La ilaha illallah. Plot njerëzshë. Unë nga njerë kër e shët dikan, për shtypit e mija gjithmonë, stakfirullah, zë ma shumë, sepse ne nuk e lavdërojmë askan para Zotit. Ka një herë kam një bindje vetë vetën time, për disa njerëz, burra apo gra, se këta janë gjenetli, po veç për jesën e për toka le. Aq bindje për shtypje kam, pra po thëmë Zoti e din, por kë veç të jetu është veç të ngritë halem alar, për ndryshe kësat me dek, me emër Zotit, apo kja, për gjenet jam ta. Sepse veprat e tia për të saj, ahlaku, edhe ftyrave, nuri bandrit, fjallët, të regojnë që kështë, apo kjo është e vilijaj Allahut. E them këtë motër se më rëndësi është, më lidhë me Zotin farë dhe më se ladhë, a gjatë. Po me lipi lacjen, po me bo doa, Allahut sharoft ja Rabbi, por knaqë me caktimin e Zotit, dhe inshallah Zotit është të knaqën me ty. Për punën e agjerimit, ani, mirë ke bo që ke pagu vjetë, se jetë pas ke mujtë me agjeru, alhamdulillah, shofëm që ka për Zotin në kohën të ardhmen. Nëse Allahut danë, ajo është i madhë, për të nuk është kur gjë vështirë, dhe sharoh është plotësisht, dhe ndjenë fuqi dhe forcë, vitet të arshme, ka pak e bën kaza. Po që se vazhdojnë smundje, me plëkshtime, lodhje, sene, që këtë din me dhe me vazhdu të shto, her ma mire, her pak ma ladhë, her me terapie, her, e ke krye, ke pagua dhe kaqë. Allahu të rujtë. Kalojmë tek telefonata tjetër, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. A bani pyetje për hoxhën? Por nëne. Jam një motër muslimane, i fali 5 kohët namazet, jam e mbulune, kam fëmijë, po problemi hoxha gjithdeshta një këshill për teje. Edhe burri jam falet, a kanë qabeke, po hoxhe 3 vjet ose 4 është në lidhje me një grot tjetër të martune.
sa herë ti thom hoqe, pse, ose diqysh atek, ajo shtrandon mu, fëmi, kompresion madh, bën më nëna me pastabër, mi kalu, apet i fule, marrë me të mirë, po hoqe, një këshill kisha dash për ti, mbati jam të gruaja lypër është e martuna? me juve. Ka burraja? Po, ka bor, ka fëmi. Do të merrni pas pak përgjigjen. Selam aleikum. Hoqe, ti, Po, Allah ju shpërblet. amen. Amen. Faleminderit, natën e mirë. Keq e ke po. Tepër keq e ke. Shëqa, immoraliteti është për mëkateve më të mëdha të Allahu. Immoraliteti është për mëkateve më të mëdha të Allahu. Madje vije më njëherë pas vrasjes. Vrasja është nishi, ka të më i madh. Më njëherë pas vrasjes vije zinaja e immoraliteti. Por edhe zinaja se zina pastaj dallon njëra për tjetrës, s'është dallon lindja për perëndimit. Ashtu që zinaja me një grua të martuar është 10 herë më e rëndë se sa zinaja me një vajzë pa martuar. Zinaja me gruan e këshisë është 10 herë më e rëndë se sa zinaja me gruan e huaj. Zinaja me familjar është 10 herë më e rëndë se sa zinaja me grua të huaj. E kështu me radhë. Sepse zinaja e moraliteti me grua të martuar, përpas që ka gjunahin e moralitetit, e zinas, e aktit haram, e ka gjunahin apo mëkatin e shkeljes së nderit të tjetrit. Ne muslimanët, a nuk e kemi obligim me rujt nderin njëri tjetrit? Gjithsesi. Ashtu se që kemi obligim me rujt pasurinë tjetrit, me rujt gjakun tjetrit, po ashtu edhe nderin. Inna amwalukum wa dima'ukum wa a'radakum haramun alaykum. Ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Këtë pejgamberi ka thënë sahabëve qysh në fillim. Gjaku juaj mes jush, nderi juaj mes jush, pasuria ju mes jush, të njëri tjetrit janë haram. Janë haram. Andaj ne në asnjë rrethon nuk pranojmë, nuk pajtojmë që t'ja keq përdorim pasurinë e tjetrit, sepse pasuria e tjetrit është e shenjtë. Andaj nuk kam drejt me shkelat shejtëri. Po ashtu gjaku i tjetrit është i shenjtë, nuk kam drejtën e me shkel atë shejtëri me shkëm e myt njeriu. Po ashtu morali i tjetrit është i shenjtë, nuk kam drejtën e me prek atë moral. Përkundër do të më rujt moralin tjetrit, më ruajt pasurinë tjetrit, më ruajt gjakun tjetrit. Kështu që këtu më lidhen shumë gjunahe. Gjunahi zinas i moralitetit, gjunahi i shkeljes së shejtërisë së vllaut tën besimtar, që do të më rujt një qahin e tij, familjen e tij, në moralin e tij. Po unë s'po du me besu hiq, e s'ma kana me besu që kjo bën diçka të tillë. Por ndoshta ka bdallakina, por nuk ka shku deri te zinaja. E ndoshta edhe gruaja tutet, ka pak dyshime, por nuk ka argumente. Në kësa rast e motër, do të me këshillu burrë dhe të ke këshillu. Ma shumë në ke që ka bën.
Mund është me zgjeru këshillën me familje tina, me fëmijët tu, edhe mi arrit të madhe me pak, më thani këna me të leqit pra. Nëse vazhdon të ashtu, ne me fëmijë këna me të leqit. Ne këna me të nda me fëmijë, sepse fëmija ka një bab të keq. Nuk shkohet të gratë e huja. Nuk shkohet të gratë e huja. Ma shumë nuk mund bën, veç më në bën një hap të fundit me thonë, zgjedh, a këndej, a ndej. A më prash kërërëzim. Por, është drejtë e jotja edhe me dëru, mi e lanë Zotit, me afro fëmijë nga të veti, me lutë Allahun që ata me drejtu, që kënë tokë të bukës nuk është. Kënë tokë të Zotit e njeri i cili, shkën një qatë huj, a i nuk është. Sa i përpas e gjenacarë është të tradhtarë, është mashtruese, shumë sani ka të, shumë likështi ka. Për këtë dënja, e lërë me kërdalën para Zotit. Ty Allahu të forcoft, e atë burë të drejtoft, e atë avlat të rujt, ja Rabbi. Amin. Vazhdojmë me telefonatën e fundit për sonte. Selamu alaikum. Po, urdhëroni. Nuk po e dëgjojmë. Ja, nuk është. Do ta marrim një tjetër regjia nëse kemi në linje, sepse ky nuk po dëgjohet, apo është ende. Ka. Atëherë po kalojmë tek një pyetje e radhës me SMS, thotë jam në muajin e 6 të shtatzanis, a duhet më jap vitrin për fëmijën në bark? Jo. Për fëmijët të cilët janë në bark, nuk ka nevojë me dhanë vitrin, sadakatul fitrin, por bën me dhanë është e preferuar i obliguar. Kështu që nda shep për obligim nuk e ke. Obligim e ke për ata që janë të gjallë. Me dhanë fitrin. E jo për fëmijën i cili ende nuk ka dalë këtë dynja. Po. Kalojmë tek një pyetje tjetër që thotë a ka të drejtë burri me ja bë vajzës me haram gjërat e cilat ja blen nana dhe babai, familja? E ke fjalën dajt. Ç'është bibje? Po, ç'është bibje? Ja, nuk ka drejtë burri ashtu. Pa zëllëm është kjo. Zëllëm kjo punë. Dhondre çikës ta, ç'është bibje, ha? Nëse, shiqa, nëse është për dajt të fëmijës, i blen baba e nana të nusës, i blen Dhondre çikës, çka bëu në çikës, ai domethënë me nxjerr problem këtë rast. Pra, në këtë rast çika jam e martuar me dikon, dhondre mi bën çtu. A dhe ki qartë? Po mirë debat, po de baba, edhe në mësë janë me vesh të minës të mive. Jo buka po kulace. E që jam të thonë në? Vetëm çikës, jo fëmijëve mes e nipave. Po çikës, pra. Po anë edhe çikës, kërso që e blen baba nana, që e blen asajna. Po. Parsa asaj tash. Kur është në rregull nuk ka drejt fëmijës. Po s'ka drejt edhe më hiç grus. Po nuk ka drejt ai grus ashtu me ndalu gruan s'ke drejt me marrë të sen për shtëpisë tonë. Tash, nga ana ligjore, ne nuk mund ta dënojmë këtë burr pse s'pelen me marrë tesha, ushqim, diçka për nanës babës. Nga ana ligjore nuk mund ta kapëm ta dënojmë. Por mund ta shtrëngojmë këtë nga ana e ndikimit të kësaj sjellje të tij të vrasht në ftofjen e raporteve apo shkputjen ndërprej në raporteve mes gruas dhe mes familjes. Të sikur se po don në mënyrë indirekte gruaja jote më pavarësu për familjes sajna. Pse? Nëse insiston më pavarësu nga ana e emocioneve, ndjenjave, ndikimit, më thjesht, që mëse pas ndikim familja saj tek jetë nuse jote, kjo mund të jetë në rregull. Nëse dëshon tek ata se janë ku diun nuk përshtatë mentalitet e tjerë. Por
jes gëzën me marrë kur gjo, jes gëzën me dhona as pare, as tesh, as pse vlla. Pse vlla, ba me ditë pse. Ku është e keqja këto? Kjo ka ta babën nan. Ti në majsh edhe me mendafsh, edhe me diamant. E teshat më të shtrejte, kushtet ekstrem të mira. Edhe nëse man të man princesë, grun tane, dharata që vje për babës e për nanës. Nëse është e kategorisë më tullët, për bjen e tyne, është shumë e qmuar. Ashtë ashtu? është e qmuar, është e mirë se ardhe. Sepse ka një dharat, ka një tesh për babës vetë, për të cilët ka lindur, për nanës vetë, e cilja ka lindur këtë vlatë. Gjënaho, ka në regull kjo punë. Tash, në këtë formë, tesha zbën me vesh, dikur të thëtë bukën zbën me hamar të atyne. Kujna, anë zbën me hamar bukën, nanë se babës të ama, ja, e hinë tokë të bukës kona se kërkon heqë. A flitë të ajë, a veprohet një veprim i tillë. Për pas nëse ka ndonjë arsye, e nuk për di çfarë arsye mund të pas këtu. Sepse s'ka shans nëna dhe babë ja desh të keqen qikës. Në asnjë mënyrë. Ka mundësi me hapë tjera, vetëm kjo është me ves, i smut. Po dhe, i smut me ves. Dhe për bëjnë nusës diçka, fëmijëve diçka, e për shembull japen konatat, e tezet, e hallat, e shoqet, e thotë se tut nane. Pra për cek një arsye, e që është tuta, apo? Për cek një arsye. S'ka këtë qëllim i shkut lidhit, po tuta. Tash mirë kështë të thëtën e tutna. Po të nanat e baba. Të nanat e baba. Në ka logjik nana baba me rejtë vladin e vetë. E mja do shtë keqe vladit vetë. Nuk ka logjik. Po. Dhe kem në fund një pyetje me SMS, thotë selam aleikum, kam një pyetje për hoxhën, thotë jam një mutër muslimane, kam disa oferta thotë për martesë, në fakt por nuk po mundem të martu për shkak të një ankthit apo stresit që kam për brenda, sa herë që duhet të vendosi për të martuar, thotë tërhiqem. A i bie keq që kam thotë sihr apo cilo është zgjidhja? Kënaj bëni rukje veti. Shoh haditha jetë në për YouTube, në për në internet përgjithësi, që ka rukje, bënë rukje vetë vetës, dhe qërë shparagan. Nëse nuk vërin kur gjo, nuk prish për me shku motër edhe tek ndonjë psikolog. Sepse mundesh mos me pas sysh ose magji, po mundesh me pas thjesht një lloj ngarkeset psiqike, që pastaj pasë me një frikë për martesë, e që krijon pastaj një farë lloj depresioni, një farë lloj ankthi, dhe jo që heziton dhe kaq, por dyqysh të bëhet e rand e frikshme, veç me ta përmend martesën. Në kësa rast të shpinë shku të psikologja, apo psikologu, varë ta mash djala vajzë kjo, apo kjo, dhe me konsultu. Ata i kanë të metodat mira, të cilat i përdore për me largu robit ankthin, stresin, ankthin. Dhe në këtë rast, bie që në farforme mos me ngu shejtanin ose vesët, me vazhdu me mos shkaqe se bepet, mos me net beqare beqare? Gjithsesi, po janë i mënkje psikologut. Sepse ne me këqyra ashtu, sa hëna kap friga për punë të më dha, apo të rëndësishme, apo punë jetësore, po ta këshëm ngu frigen, shumë sene që këshëm fillu, shumë të rikë. Për atë, pashkjo tim veti, nëse dënë të me zota mujnë edhe sa hatë me fut për këtë qështje. Për atë tek një në fejë shamull, nga ona që shunam se një feja që është elementi psikologjik. Fedha në zemte, fetevekkel ala Allah. Allahu në herë thot pejgamberit këshilloj shokët e tu, konsultau,
ma të senet, që për lufte, që për ndonjë vendimi. Por, nëse vendos me bo diçka, dhe të vakkela. Shtetja Zotë dhe ecë. Ecë, vazhdo. Mosë nalë të pasojat. Po nalë të pasojat, dije që dështimi është jo vetëm mund shumë, po gati pashmang shumë. Rallë herja del diskajt. A nuk po di që me thonë në Shqip që shquhet kjo në arabesht ti, për Shqip nuk e di që shquhet që ku të mësy është një punë, nuk e këthen kryt në rapa mu. Për shumë një në njëse në luftna. është në përvu luftën një. Po të shumë syrë një tash, në fjallë është të komandantët tonë, në Demi Ashare, shtaburat më dhe Allah i pasë pëshërot atë që ndikë, që faktin kanë edhe kryesorët, iniciatorët, a që ashtu? Të në kanë të partë, po pra. Po të shëngëqyra ata, pasojat, mos për në vrahën neve që kaqë, e ta në bëhet që kaqë, e në shkatërën që kaqë shpia, e ka mësi në ndodhë që shto, e ka mësi 1 milion apo gjysa popullës në shpërngullet jashtë, kur që këshë njësë. Kur, edhe mja ka njësë, ishën të rhiqë. Para shasha dhe më thonë, kur ja njëse nuk nalësh, vazhdaje. Vazhdaje. Parimi, ja ke njësë një punë më vazhdu, është qelës e suksesit. Mund vëndohet suksesi, por me emrin e Allahut ka më ardhë. Për shamull, që Palestinest, masë të cekum shlirimin e vendit tonë, që Palestinest. Në 48-ën, 28-ën, a formu shtetit që fot, evrej? Po, 28-ën, edhe pak bërë 100 vjetë. Do nëjse dhe 20 vjetë asaj vjenë. A po? Po, 80 vjetë gati. Mirë. Arriti me i dëbue me milione, arriti këte, tash po t'im bojnë mbret e lindës mesme. Tash po thot, unë im bojnë mbret e lindës mesme. E s'përmen emnin mbret, po që është i bjene e punë. Bje që ashtoj. Po dhe po braj, se kur të thot, unë bëj që ka duhe, unë vetë në këtoj, unë jema i që ka me kryu lindjen mesme të reje, unë vetë hinë shpitanët lak, edhe të piqajnë të hopt, ka për tyje, dhe të mëse, e mreti, mbrina s'ka. Po mreti ka pushtet, që të i ka mreti. Tamam? Pra arriti të në këto. Arriti me bëni pjesë të madhë botës për vete, këta dio në mishtin gjënahe, në ta unë nejna viktima, në kështë, dole, halika use, dole, kështë, dole. Ka arrit shumë. Por a arriti një send, me mposht vullnetin e popullit Palestines. Kur? Ha, andaj mos hara, se kjo është qelë se sukses të Palestines që ka marrë herë dhe kur. Që nuk dëzohen. Po pra, të prunë shambull ma traunin, dhejtë shambullet të fakulteti, dhejtë martesa, dhejtë puna atje, biznesi, dhejtë njerëz me këqy njerëz të mëdhej, njerëz të kanë rritë suksese. Këqyri firmat të mëdhat botës, shëse kanë bo përpjekje, mas përpjekje, 10 herë, jenë ngritë, ka nisë më ngritë në rëzu, ka nisë më ngritë në rëzu, por nuk janë nda. Dhe ka rritë, sukses. Tamam? Kështu që këtë që është Allah, pra, që adhe Zotë, kur të vendes dhe shka, ecë, për para. Kështu që Zotës, më si këqyrë, pasojët e mëndshme. Pra që është do të me bo këtat marteses, e atat biznisit, e këtat që është jetë më dha, e kështu tjetës, e kështu më rrallë. Allah e din më së miri. Allah shpërbleft, këto është fundi për sonte. E zgjatëm pak, por besoj me arsye. Të nderuar miq, repriza e këtij emisioni është nesër në orën 12:05 në RTI. Kurse për mëngjesisht keni aplikacionin Dr. Shevqet Krasniqi për telefonet e mençur edhe po ashtu edhe mund të ndiqni në rrjetet sociale në Facebook, YouTube e kështu me radhë Dr. Shevqet Krasniqi. Selam aleikum, natën e mirë.